Dramat e festivalit të këngës në vitin 2022 nuk paskën të mbaruar. Ato thjesht ishin heshtur derisa artistja Elsa Lila vendosi që të flasë. E ftuar në emisionin Mi mbrëma yje, qudha mëngjesin e sotëm për do të flasë më tepsu për kështu pse mori këtë vendim Arbana Osmani, e cila artistja Elsa Lila që në fakt ka ndërtuar një karrierë midis Shqipërisë dhe Italisë, rëzoj çdo filter dhe nga ana tjetër foli me zemër, foli me mlef, por foli edhe me krenari. Ajo zgjodhi të mos fshe asgjë. Me një ton të prerë e sy që nuk i shmankishin nga kamera, Elsa Lila foli për plagën që me sa duket ende nuk është mbyllur nga pjesëmarrja e saj e parë në festivalin e këngës, pra kur ishte përballë Albina Kelmendit, ku në fakt fitoi Albina dhe të çoi Shqipërinë në Eurovision. Sipas Elsa Lilës, kur Albina Kelmendi ka qenë në The Voice, ku Elsa ishte mentore dhe Albina pjesë e skuadrës së saj, ishte ajo që e bëri të famshme në vitin 2014, ishte ajo që e nxorri në dritë, ishte ajo që i dha nga pjesa artistike e saj dhe le të themi tani më e akuzon Albina Kelmendin se nuk fitoi me votat e publikut, por fitoi me votat e vjedhura përmes publikut. Sigurisht që është një akuzë e madhe dhe një akuzë e bujshme ku me sa duket Elsa Lila nuk ka gjetur karar me atë që mori në festival, ku fitoi çmimin e festivalit, për jo çmimin për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision. Elsa Lila pretendon se votat ishin të manipuluara, se arti është trastuar dhe drejtësia u la jashtë skenës, sipas saj. Dhe nga ana tjetër ajo u shpreh që zgjodhi të mos e çonte çështjen në gjyq, jo sepse nuk kishte provat siç u shpreh ajo, por sepse nuk donte të bënte një lloj skandali apo një lloj zhurme, por pse pikërisht e tha tani, pse pikërisht le të themi me një lloj buzëqeshje që fshinte këtë lloj fortune, le të themi u pasi një lloj thike që e nguli në ajër, kur u shpreh që akmarrja është një pjatë që serviret e ftohtë, një paralajmërim i heshtur, një kërcitje që askush nuk mund ta injoroj, ku ajo përmendi që nëse duan gjykatat në vend, funksionojnë dhe me sa duket Elsa Lila foli dhe nuk është thjesht një zhurmë në këtë fortunë, por diçka tjetër që me sa duket këtë herë Elsa Lila do ta ndjek. Nuk kemi ende një reagim nga artistja Albina Kelmendi, ku për hir të së vërtetës këngën e saj Duje, ku ajo mori pjesë në festival së bashku me familjen e saj, pra Albina dhe familja Kelmendi, u pëlqye nga audienca, u votua nga audienca, edhe pse Elsa Lila thotë që kam prova që kanë ndodhur e kundërta, pra me pjesën e votave që përcaktoi fituesin që do të shkonte në festival që u mbajt në Britani. Por nga ana tjetër, ajo tha që nuk do të bëje sërish të njëjtën situatë pasi e bëra një herë të famshme, pra në vitin 2014 kur ishte pjesë e The Voice-it. Ende Albina nuk ka një reagim për gjithë këto akuza që Elsa Lila, kolegja e saj, por edhe ish mentorja e saj në Voice i ka bërë në mënyrë publike. Me sa duket nuk ka gjetur ende atë paqen apo ndjet e lënduar për mos fitimin e një trofeu që do të çojë Elsa Lila në Festivalin Evropian të Këngës, ndaj dhe hapi kartat, ku edhe për herë të parë ironizoi edhe rënditi këto që lart përmenda, ku foli për prova. Por nga ana tjetër, pse Arbana pikërisht Mi mbrëma yje e transmetoi mëngjesin e sotëm, është se Elsa Lila do të jetë në podcastin e Grida Dumës. Pra për të mos pasur një përplasje apo për të mos u humbur ekskluziviteti i asaj që Arbana kishte regjistruar me Elsën, e dha në mëngjes Mi mbrëma yje, kur ndërkohë Grida Duma podcastin e saj e transmeton të dielën për duke qenë dhe duke parë që Elsa, që ajo e ka në podcastin e saj, do dilte këtë mbrëmje tek Arbana, e shtyu edhe e çoi në orën 18, pra sipas saj Arbana nuk do ta transmetonte në mëngjes, por do ta lançonte në YouTube në orën 20, kur e bën le të themi në mënyrë tradicionale në të gjitha podcastet. Pra dhe figurat më me emër në treg, figurat si Grida Duma dhe Arbana Osmani, kanë pasur frikë që mos ju digjet intervista që kanë realizuar me Elsa Lila dhe kanë bërë këtë manovrën dhe këtë lëvizjen e orarve, po edhe të ditëve të transmetimit. Arbana ka qenë korrekte, thjesht ka lëvizur me orën, kurse Grida ka lëvizur me ditët nga e diela, do e japi tani të ejnëten.
E duke u mbetur të kjo dramë që është zgjuar nga festivali i këngës 61 ku fitoi Albina dhe familja e saj, Elsa nuk e di nëse e ka seriozisht të gjithë atë tonin ironik, atë tonin ku pa edhe herë kërcënuese dhe intimiduese dhe i frishte më shumë kamrës se sa bashkëbisedonte me Arbanën, pas ka ardhur me një lloj mlefi dhe me një lloj, le të themi, backgroundi ku bie në kontradikt me atë që tha pasi u shpreh që nuk doja që ta bëja të madhe, ndërkohë që u bë e madhe pasi është shpërndar në çdo portal dhe besoj që do të diskutohet në çdo studio kjo histori e vjetër e një përballje që kishte Albina dhe Elsa Lila se kush do të fitonte trofeun ku për herë të parë në festivalin e këngës u bë kjo ndarje, pra kishte çmim të parë për festivalin e këngës dhe kupën e përfaqësuesit të Shqipërisë në Eurovision, ku asë kohë ishte në drejtimin e Arbana Osmanit, ndaj dhe Arbana e pyeti pse nuk shkon në gjykat, ajo tha ato që unë përmenda më lart, ku shpreh që kam avokat të mirë dhe nuk doja që ta bëja. I paska sheshuar gjërat me Arbanën për sa kohë pa tek podcasti mi mbrëma yje, por nuk e dim sa do t'i ketë sheshuara tani me Albinën, me këtë morin e fjalëve që Elsa hodhi në konsumin e showbizit ku u bë virale, nuk ka reagim siç thash nga Albina apo nga ndonjë pjesëtar i familjes së saj që fitoi kupën dhe përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision, një këngë që publiku e deshte, por sigurisht gjithmonë ata që nuk fitojnë do të gjejnë diçka për ta nënvlerësuar apo për ta ulur fitoren e tjetrit. Pra ja ku jemi me këtë dramën e re që është zgjuar, por edhe me këtë përplasjen që nuk e dim nëse do të ketë një herë tjetër midis Grita Dumës dhe Arbana Osmani, dy figura shumë të lartësuara të medias në vend, dy figura që kanë audiencën e tyre, shumë të dashura, shumë grata arrira në profesionet e tyre, por fati e deshi që të kishin në intervistë një personazh të njëjtë, dhe ajo është Elsa Lila, që për hir të vërtetës në syrin tim nuk ka një background apo nuk ka një karrierë shumë të zhvilluar në Shqipëri, por pos pjesëmarrjeve në festivalin e këngës dhe përfshirjes së saj në grevën e dikurshme që mbajti PS-ja, pra nuk ka pasur një jetë aktive muzikore në Shqipëri në krahasim me atë që shfaqet dhe në krahasim me atë që paska pretenduar të merrte në festivalin e këngës, ku për të RTS-ja me sa duket do të jetë një vend ku ajo nuk do të shkel më dhe nuk do të provojë që të fitojë dhe në këtë mënyrë ajo të dërgojë Shqipërinë në Eurovision. Gjithmonë është komentuar dhe është folur kjo që a arrin profesori që të jetë më i mirë se nxënësi apo dhe nxënësi të dalë më i mirë se profesori i tij, edhe kjo dilemë mori, le të themi, një lloj përgjigje ku Albina, nxënësja e Elsa Lilës, dhe le të themi ka një jetë shumë aktive muzikore në Shqipëri, fitoi të drejtën dhe përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision, edhe ndoshta këtu rre çekani, ndoshta këtu rre ajo që Elsa Lila ndoshta nuk e pranon dot, që Albina Kelmendi, nxënësja e saj si mentore Elsa Lila në The Voice, ja mori çmimin dhe çoi Shqipërinë në Eurovision. Ndoshta edhe ata që kanë vite që janë pjesë e tregut duhet të mësojnë edhe duhet të pranojnë që edhe të rinjt kanë talente, pëlqen nga publiku dhe publiku i mbështet edhe me votë. Do doja të dija mendimin tuaj për këtë situatën që ka ndodhur, por më kryesorja është i bëni subscribe dhe kanalit tonë Koha Jo në YouTube.